Të nderuar shikues e dëgjues, selam aleikum, përshëndetje për ju dhe faleminderit që ndat kohën paraprakisht për të na ndjekur ne në këto çaste. Z Podcast do të pranë duke filluar nga ora 20, Bashkia Islame e Kosovës dhe Z Podcast në Facebook. Dashur miq, këtë javë do të flasim për haxhin, për organizimin e haxhit, për kushtet që ofron Bashkia Islame në organizimin e saj këtë vit, 24, 25 dhe në këto data do bëhet nisja e haxhilerëve. Si kanë vijuar punimet, si kanë vijuar organizimet deri në këtë datë, do të na tregojë më së miri drejtoria e haxhit, organizuesi i kësaj drejtorie, Fitim Gashi. I nderuar, mirëserdhët. Mirësevgjem, faleminderit. Faleminderit juve. Si kanë vijuar përgatitjet deri tash? Kanë mbetur edhe pak javë deri në nisjen e haxhilerëve. Fillimisht faleminderit për ftesën. Sigurisht se edhe viteve të kaluara, dhe këtë vit Bashkia Islame e Kosovës, në veçantë drejtoria e haxhit dhe umrës, kam bërë gjitha përgatitjet për udhëtimin, ta quajmë ashtu, udhëtimin jetësor, pra udhëtimin për në haxh në Mekë dhe në Medinë, vend të shenjta. Dhe pothuajse tani më jemi në përfundim të gjitha procedurave që janë nevojshme, duke nisur nga vizat e kështu me radhë. Besoj që jemi në kohë, jemi gjithçka është në rregull dhe po shkon sipas planifikimit, sipas parashikimeve që kemi pasur. Ju jeni tash disa vite në këtë detyrë. Po jemi prej vitit 2016, faktikisht në atë vit Bashkia Islame e Kosovës, gjithsesi kryesia ka themelu dikasterin ose drejtorinë e haxhit dhe të umrës, dhe prej atij viti jemi aty, do të thotë që punojmë në këtë drejtori. Do thotë Bashkia Islame e Kosovës merret me organizimin e haxhit dhe umrës. Po Bashkia Islame e Kosovës ka bërë organizimin e haxhit dhe umrës edhe më herët, po në veçantë më prej vitit 2016, pra e bën përmes dikasterit veçantë, pra përmes drejtorisë të haxhit dhe të umrës. Tym tek pjesa personale, prej 2016-s janë goxha vite deri tani, të është bërë diçka jo e madhështore, shkuarja në vendet e shenjta? Faktikisht haxhi si obligim fetar, si detyrim fetar ose si udhëtimi jetës që quajmë ashtu, më shumë përjetohet se sa që mund të shpjegohet. Kështu që sa që njeriu shkon në atë vend të shenjta, është normale që është një ndjenjë e veçantë, është një kënaqësi e veçantë, është edhe sa të shkosh që gjithherë të duket se gati si për herë të parë, do të thotë. Nuk është se kur shkosh shpesh edhe të mërzitet ose të bëhet njëjtë, po veçantia e vendeve të shenjta, gjithsesi pra madhështia që Zoti xhaleshanu ua ka dhënë edhe Mekës dhe Medinës, shenjtërinë, ajo e bën që sa herë që personi, individi të gjendet në ato vende, gjithherë ta ketë pra të njëjtën ndjesi atë e cila vetëm ndjehet dhe është vështirë edhe të përshkruhet. Për haxhin e dim, po për umrën sa janë të shpeshta gjatë vitit shkuarit në umre organizimit të tillë. Për çdo muaj nga një umre organizuar nga Bashkia. Pas organizimit të haxhit ka pas raste ku kemi pas edhe 2 umre brenda muajit dhe kështu kemi funksionuar, do të thotë gjatë tërë sezonit derisa jemi ardhur, do të thotë në kohën e haxhit ku praktikisht edhe mbyllet, do të thonë, sezona e umrës dhe është një datë, një limit ku autoritetet Arabisë Saudite aty përfundojnë dhe nuk lejojnë më, do të thonë, vizitues ose umrexhi, sepse i bëjnë përgatitjet për haxh dhe merren me çështjet e haxhit. Na intereson të dim si organizohet haxhi, çfarë mirët parasysh, çfarë jo. Meqenëse është një lëvizje e madhe. Sigurisht Bashkia Islame e Kosovës, gjithsesi kryesia në këtë aspekt ka një provojë të madhe, tashmë se është edhe vetmi institucion që është kompetent dhe për organizimin e kësaj ngjarje madhështore pra haxhit. Sigurisht se ka procedura që duhet të ndjekur. Fillimisht autoritetet saudite ata kanë një program që ne duhet t'i përshtatemi të shkojmë sipas tij, që nëpërmes tij do të thotë realizohen disa procedura, siç është për shembull marrja e vizave, pastaj hotelet, domthonë vizat brenda Arabisë Saudite që bëhen atje në vend të shenjta në Mekë, në Medinë, dhe pothuajse në tërësi ky program është që i ngërthen në vete pak a shumë të gjitha ato lëvizje, ato procedura, ato rituale të haxhit që janë të obligueshme dhe të detyrueshme që të kryen, pra bën para përgatitjet përmes këtij sistemi. Keni bashkëpunëtorë që ju ndihmojnë meqenëse pjesëtarët që shkojnë në haxh janë në vende të ndryshme të Kosovës? Po sigurisht mënyra e funksionimit është se kryesia e Bashkisë Islame ka, do të thotë, një udhëheqësi të qendrore që është prej 5 veta, zakonisht domun kështu ka qenë ndër vite. Dhe pastaj kemi edhe udhëheqësat në nivel lokal, do të thotë ne kemi edhe një qarkore, një rregullore që
e përcakton për shembull se në sa numër të haxhive duhet jetë një udhëheqës lokal, pra në përgjithëndaj ka nga I kemi këshillat që quajmë këshill Bashkisë Islame, pra në përqytete kemi edhe udhëheqës lokal dhe kështu funksionon, pra në këtë mënyrë ata janë atje me ne dhe janë në përkujdesje dhe të haxhive, do të thotë të qyteteve të tyre ose qytete përkatëse që nga edhe vinë. Përmendet Mbretërinë e Bashkuar Arabe, së fundmi kemi parë një dokument që I lejon organizimin e kryerjes së haxhit vetëm Bashkisë Islame të Kosovës, për Kosovë është fjala. Si erdhi deri te kjo dhe cilat janë urtësitë që ngërthen kjo? Faktikisht ai shkresë ka qenë më shumë në njoftim dhe sqarim nga autoritetet e Arabisë Saudite, sepse sikurse e dim haxhi kryhet pra vetëm me vizë të haxhit. Nuk ka mundësi ta bësh haxhin, ta kryesh haxhin me ndonjë vizë tjetër, siç janë vizat e umrës ose vizat e vizitës ose ato të punës e të tjera, po duhet të jetë pra është vizë veçantë viza e haxhit, e kjo vizë mundsohet vetëm përmes një programi që e ka Ministria e Haxhit dhe Umrës. Gjithsesi do të thotë atë program përkatës e kemi ne, do të thonë si Bashkia Islame, e kanë edhe bashkësi, do të thonë si motra në rajon dhe e kanë gjithandej vendet, do të thotë të botës që organizojnë haxhi dhe umre. Kjo ka qenë më shumë se një njoftimi sepse sigurisht kanë deklaruar ata edhe vetë kohëve të fundit disa agjencione ose kompani fiktive që do po quajnë ata, kanë filluar do të thotë të bëjnë propagandë dhe po pretendojnë se kanë mundësi do të thotë që të çojnë haxhia atje nëpërmes formave të tjera, jo linjës zyrtare dhe të bëjnë organizimin e haxhit, gjë që nuk është e mundur dhe nuk duhet të binë prej do të thotë njerëzit në këtë propagandë. Për këtë arsye, domethënë më shumë ka qenë një lloj sqarimi edhe njoftimi jo vetëm për neve, po për gjithë ato vende të cilat pra bëjnë organizimin e haxhit dhe të umrës. Masandej ata kanë treguar edhe gjobe, domethënë që mund t'i marrin ata që pretendojnë se mund ta bëjnë gjë të tillë, edhe madje deri në atë aspekt sa që edhe të bëhet ndalimi I hyrjes në Mbretërinë e Arabisë Saudite, domethënë në kohë të pacaktuar. Pra ka hapësirë për të keq përdorur kjo mundësi e organizimit të haxhit, andaj dhe nuk ka hapësirë të quhet monopol, pra që vetëm Bashkia Islame ta ketë të drejtën e organizimit. Faktikisht mund të ketë do të thotë pretendime, tendenca për një gjë të tillë, se përndryshe Arabia Saudite, gjithsesi Ministria e Haxhit dhe Umrës e ka një numër të caktuar për secilin shtet në bazë të banorëve që I ka shteti përkatës dhe u shpendon atë numër atë kohë. Ai numër do të thotë vizat, pra për atë numër sa kemi të drejtë I marrim përmes atij programi që është I veçantë që ka pra Ministria e Haxhit dhe Umrës. Dhe çdo që jashtë Iran, jashtë këtij rregulli, do të thotë llogaritet tek autoritetet e Arabisë Saudite jo legale dhe janë forma që nuk janë domethënë të lejueshme. Për këtë arsye ata madje edhe Këshilli I lartë I dietarëve të tyre, dietarë fetar po flas, kanë nxjerrë edhe fetva dekret, saqë kanë konsideruar që çdo lloj pra pretendimi ose tentimi për të bërë haxhin jashtë linjave zyrtare, atëherë llogaritet do të thonë që I ka shkel rregullat, I ka shkel rendin dhe praktikisht do të thotë edhe nuk I llogaritet ai haxh. Pra kërkesa edhe Saudisë është kërkesë. Po gjithsesi është jashtë numrit që kapaciteti I tyre shkakton probleme edhe na faktikisht kemi pas rastin me pa dhe vitin e kaluar, do të thotë gjatë haxhit kur ka pas incidente, ka pas pikërisht do të thonë prej këtyre tendencave dhe pretendimeve që njerëzit janë mundu që të vinë në haxh ose të bëjnë organizim të haxhit në mënyrë jo legjitime. Si është ajo mënyra legjitime e mundshme? Po për shembull njerëzit marrin viza qoftë umrës, qoftë viza pune ose të forma të tjera dhe kur skadon koha e qëndrimit atje, ata nuk respektojnë rregullat dhe nuk dalin prej Arabisë Saudite, mbesin aty me qëllim që ta kryejnë edhe haxhin. Për shembull, shkojnë një muaj e gjysmë, 2 muaj më herët dhe mbesin aty derisa të vijë koha e haxhit. Kjo është një prej formave. Madje sigurisht edhe Arabia Saudite e ka përmendur dhe ka potencuar ka tentime që përmes kufive jo legjitim, jo zyrtar mund të bëjnë përpjekje që dalin në Mekë dhe në Medinë, kështu që ka forma dhe mënyra që ata mendojnë që mund të realizojnë, po faktikisht kohëve të fundit e vrejmë se është një kujdes I veçantë, është një kujdes I shruar për autoritetet të Arabisë Saudite dhe ata po mundohen që këta haxhi që janë të rregullt, pra që janë të paraparë për ta kryer haxhin për këtë vit, ata të jenë sa më komod dhe të kryejnë obligimet rituale të haxhit në mënyrë sa më të qetë, sa më komode dhe sa më mirë. Për këtë arsye ata edhe kanë nxjerrë këtë vendim, pra këtë dekret që kanë shpërndar gjithandej vendeve ku organizohet haxhi në përbot. Përveç rrezikshmërisë dhe mundit të madh që është në forma ilegale,
për të kaluar. Mirë, përmendet edhe kushtet, përmendet hotele që është njëra prej kritereve që i shikoni përpara se të përzgjedhni. Si janë kushtet e akomodimit të haxhilerëve? Po, sigurisht Bashkia Islame e Kosovës në përgjithësi, domethënë edhe viteve të kaluara, po edhe tani më domethënë kemi hotele me cilësi të lartë, janë pra hotele me standarde të larta, me ushqim cilësor, domethënë me mundësi zgjedhjeje, ku përfshihet domethënë edhe mëngjesi, edhe darka, edhe zona ku gjendemi atje, për shembull flas për Mekë, quhet Mahbes el Gjen ose zona e mesmit, që llogaritet njëra prej zonave shumë domethënë të favorshme dhe të pëlqyeshme, sepse janë 3 zona që përshkruajnë atë vend. Është zona e parë ku është afër Çabës, aty domosdoshmërisht sigurisht është bukur shtrejt, pastaj zona e dytë aty ku ne domosdoshmërisht një kohë të gjatë akomodohemi aty, parafërsisht një pikë 6 kilometra prej Çabës, prej Haremit, është zonë e preferueshme dhe aty jemi të akomoduar dhe haxhit ndihen komod edhe janë të kënaqur me shërbimet, do të thotë që i ofrojnë ato hotela që gjenden në atë zonë. Po sa i përket organizimit, është në nivel nga Bashkia Islame, ka njerëz, meqense njerëz ndoshta shkojnë për herë të parë atje. Zakonisht domethënë kemi pas lavdata dhe falënderime domethënë prej haxhilerëve, ne munduam me dhon maksimumin ton. Është normal që gjithëherë ka mundësi dhe hapësirë që njëri të bëj edhe më, do të thotë që ta bëj edhe më mirë, që ta perfeksionoj edhe më shumë, domethënë që të ofroj kushte edhe më të mira, por duke pas parasysh pra trendin e të gjitha rrjedhave që po zhvillohen, do të thotë gjithandej, domethënë në përbot, në kuadër të rrethonave të Bashkisë Islame të Kosovës, është munduar pra gjithherë që edhe çmimi si çmim domethënë të jetë sa më i kapshëm, po edhe kushtet që ofrohen në krahasim me çmimin, do të thotë që paguhet për aranzhman, atë të jenë të arsyeshme, domethënë të jenë komode. Sa është çmimi i haxhit për këtë vit? Për këtë vit çmimi është 6550 euro është aranzhmani, ku përfshihen të gjitha domethënë aranzhman i kompletuar, duke nisur domethënë nga viza, sigurimi shëndetësor, nga udhëtimet me aeroplan, blesi vjet sa përrisi. Po mendojmë dhe që fluterimet i bëjmë me kompaninë prestigjioze, me Turkish Airlines, domethënë do të jenë fluterimet inshallah prej Prishtinë për në Xhedë, pastaj kthimi në Medinë Prishtinë. I përfshin hotelat në Mekë në Medinë, pra me ushqimet që thamë cilësor, edhe me mundësi zgjedhje, sepse janë me bufet të hapura edhe në Mekë dhe në Medinë. Po ashtu edhe lëvizjet, do të thotë që bën brenda Arabisë Saudite, ritualet që kryhen atje, sigurisht është dalja në Arafat, në Muzdalife, do të thonë të gjitha këto përfshihen pra në këtë aranzhman, sepse për çdo lëvizje që bëhet atje normalisht që ne jemi të detyruar, do të thotë që të bëjmë edhe pagesën sipas përcaktimeve që i kanë bërë autoritetet e Arabisë Saudite. Pra çmimi juaj pak a shumë është i determinuar nga kushtet që i ofron edhe vendi ku do ta vizitoni. Po sigurisht se po, ne mundu po thon me shku në minimum, do të thonë në çmim aty ku nuk kem ndoshta hapësirë dhe mundësi shumë të madhe që të lëvizim, edhe jemi ardhur në atë stad saqë me kon do të thotë të kapshme, me kon të krahasueshme, me kon të përballueshme, edhe çmimi i aranzhmanit, po edhe domosdoshmë shërbimet që i morëm atje. Është i justifikuar çmimi? Po ne mendojmë se po ne jemi të vetëdijshëm se si çmim ndoshta është çmim të parë, është normalisht ne njohim edhe ekonominë e vendit tonë, edhe mundësitë e haxhilerëve tonë, edhe mundësinë domethënë e popullatës së Kosovës, po megjithatë kjo nuk është që varet, do të thotë prej neve, nëse bën një shqetësim qoftë edhe në vendet e rajonit, domethënë bashkitë fetare si motra që kemi në rajon, po edhe vendet domethënë pak më lart mundi me pa dhe me krahasu do të thotë çmimin e aranzhmanit edhe shërbimet që ofron Bashkia Islame e Kosovës, dhe mundi me bëni krahasim dhe aty e vreni e shihni se Bashkia Islame do të thotë e ka dhënë maksimumin e vet dhe u shku domethënë deri në atë nivel që edhe haxhit me kon të kënaqur se kur ti shohin shërbimet që po ofrohen dhe që po i marrin, atëherë ata bindën se çmimi i aranzhmanit nuk është diçka që varet prej ne, po është i detyrueshëm, po është edhe i përballueshëm unë krahasim me shërbimet thash që i marrim atje në kuadër të aranzhmanit në përgjithësi. Po dikush mund të pyet, çmimi i haxhit çdo vit po rritet. Përse është kjo rritje dhe ngadalë kështu dhe si justifikohet edhe kjo? Ne faktikisht kemi një lëvizje të lehtë, nuk është se ku më ditë sa për shembull vitin e kaluar ka qenë haxhi 6450, kemi lëvizje vetëm pra 100 euro, që ka vende të tjera që lëvizjen e kanë bë
do të thonë ashtu dy fishin e tre fishin e lëvizjes tonë që kemi vënë në çmend, po thon prap ne gjithë bashkësia sa më ka qenë kujdesshme do të mundu që maksimalisht do të thonë me ruaj çmimin sa më minimal, tu i krahasu shërbimet pra që i morëm. Edhe këtu lëvizje thamë edhe më herët që nuk mvaren do të thotë nga ne kemi aty obligime, kemi do të thotë pagesa fikse që duhet bërë në Arabinë Saudite dhe nuk është që mvaret s'kem hapësirë shumë do të thotë për të menduar në aspekt në aranzhmanit, po vetëm janë detyrime që duhet i kryejmë autoritetet e Arabisë Saudite. Po edhe kërkesat e klientëve nuk janë ato që kanë qenë para 20 viteve dhe tani është kjo një lloj arsye. Po, na për shembull prej pandemisë së tutje kemi një interesim shumë më të madh, do të thotë për shkuarën e haxhit, është edhe një ngritje e vetdijes në aspektin fetar, po sigurisht njerëzit edhe pak a shumë i kanë bu kushtet edhe mundësitë një pjesë të njerëzve dhe duhen ta kryejnë haxhin si obligim, do të thotë sa janë po them kushtimisht në moshën e re, sepse kur po vinë atje dhe po shohin edhe ata po binden se kryerja e haxhit është mirë të bëhet në moshën, do të thonë sa më i ri, do për shkak se është normale, është një ndryshim edhe i klimës, edhe i rrethonave, edhe i ngarkesës, është domosdoshmë pak a shumë sepse është një numër i konsiderueshëm i haxhive nga mbar bota që shkojnë aty për të kryer haxhin dhe ritualet e haxhit pra të cilat duhet kryen në kohë dhe në vende të caktuara. E gjitha kjo e bën do të thotë që haxhi mos jetë edhe aq i lehtë, po është një sfidë në vete, megjithatë që tham është një përjetim që nuk harrohet, por megjithatë ka pak edhe mund në aspektin fizik, kështu që njerëzit po mendojnë që është më mirë me kry këtë obligim sa më atri dhe kështu po veprojmë, sa që tash jemi mirë edhe me mesatarët të moshës, për shembull kemi mirë në krahasim me vitet e mëhershme. Edhe interesimi është do të thotë i madh në fakt numrin e këtij viti do të thotë të haxhit të së vjet, pothuajse gati plotësisht e kemi pas prej vitit të kaluar, domethënë që i quajmë në listat e pritjes. Madje edhe për vitin e ardhshëm dikun i kemi afër 800 haxhi që janë në pritje, domethënë më shumë se gjysma e numrit. Ta kemi qartë, nëse unë dëshiroj të shkoj në haxh këtë vit, nuk është vetëm mundësia sepse pasi është mbyllur lista. Por edhe për vitin tjetër 800 persona janë tashmë të rezervuar. Jam po gjithandaj në për qytete, pra në për këshillat e Bashkisë Islame që kemi në për qytete, edhe ata që janë të interesuar duhet do të thotë sa më shpejt të shfasin interesim dhe shkojnë ta bëjnë regjistrimin sepse nuk kemi një sa më herët duhet nëse unë dëshiroj të shkoj në haxh, sa më herët. Kriteri i vetëm është mbushja e numrit, do të thonë ne e shpendojmë numrin pra në për qytete në bazë. Ka mundësi 2 vjet më herët mbarohet numri. Po them mënyra ne këtë numër pra total që e kemi të caktuar këtë kohë nga Mbretëria e Arabisë Saudite, ne këtë numër e shpendojmë pra në për qytete në për këshillat gjithandaj Kosovës nga i kemi, sipas numrit banorëve që i ka qyteti, po sipas një lloj krahasimi, domethënë në vitet e kaluara se sa ka qenë numri i interesuar në atë qytet dhe masandej këshillat përkatës pra në për qytete e bën regjistrimin dhe aty bën pra regjistrohen qytetarët e këshillit përkatës dhe në momentin që mbushet ai numër që është i caktuar nga Bashkia Islame për atë qytet, edhe atëherë domun pjesa tjetër duhet vetëm të mbetet në pritje për vitin vijues, domosdoshmë sepse nuk ka asnjë kriter që ne kemi përdorur se kemi marrë pa përveç plotësimit të numrit. Kështu që të gjithë ata që shfasin interesim që janë të interesuar për vitin e ardhshëm, është mirë që të shkojnë sa më herë të bëjnë regjistrimin, domosdoshmë sa po them kushtimisht ka vende të lira akoma domosdoshmë për vitin e ardhshëm. Kush e përcakton numrin e një vendi të haxhilerëve që do të shkojnë në haxh, të një shteti dhe të një qyteti? Numrin e shteteve përcakton Arabia Saudite, po gjithsesi Ministria e Haxhit dhe Umrës, se çdo shtet e ka caktuar numrin dhe kvotën në bazë të numrit të banorëve që i ka. Ne për shembull si Kosovë, konkretisht i kemi të lejuar 1576 haxhi. Kjo është domosdoshmë kvota që kemi të lejuar nga autoritetet e Arabisë Saudite. Dhe pastaj ky numër shpërndahet nëpër qytete varësisht nga kërkesat prej qytetarëve. Varësisht prej numrit banorëve të qyteteve, edhe thash një provojë domethënë të mëhershme, një lloj krahasimi që sa ka qenë interesimi për shembull për qytete, po mundohemi do të thotë që të jemi sa më korrekt, sa më edhe pse jemi të vështirë se 100% do të thonë nuk mund edhe t'ia qillojmë, po mundohemi me kon sa më korrekt në gjasë përndarjes së numrit që e bëjmë për qytete pra gjithandaj në përkëshillat Bashkisë Islame. A është edhe këtë vit ky numër?
Po është numri I njëjtë sepse është kohë e caktuar nga autoriteti I Arabisë Saudite dhe nuk lëviz, domethënë sepse shkon në bazë të numrit banorëve që Pra 1576 haxhi. 1576 haxhi këtë vit do të nisen. Kur saktësisht do të nisen? Nisja do të bëhet inshallah me emrin e Zotit me 24, 25, 26, eventualisht edhe 27 aty këtij muaji, muajit maj. Fillimisht qysh e thamë edhe më herët, do të udhtojmë për në Xhedë, do të thotë nisja bëhet nga Prishtina, aeroporti I Prishtinës, që mendojmë që do të jetë, do të thotë do të realizohet me brendin Turkish Airlines inshallah. E masanej kthimi bëhet prej Medinës, do të thotë që mendojmë kthimi diku të jetë me datën 16-17 qershor të muajit hershëm. Si janë përshtypjet, feedbackat e klientëve zakonisht, me qenë se keni një përvojë të gjatë? Po them, përshtypjet janë shumë të mira, janë të veçanta, janë domethënë për të falendëruar. Unë thash haxhin në tërësi është një obligim fetar, është një obligim I cili më shumë thash përjetohet se sa mund të shpjegohet, por masanej edhe me shërbimet, me kushtet që ofron Bashkia Islame atje, do të thotë me ekipën që ka, do të thonë gjithandej edhe në përkëshilla që mundohen që të jenë gjithherë në përkujdeset të haxhive, masanej me stafin mjekësor që e kemi, do të thotë me vete atje, dhe mënuam në çdo aspekt që të jemi sa më afër haxhive, që haxhit tonë ritualet e haxhit, do të thonë të kryejnë në atë formë dhe mënyrë që të jetë sa më lehtë, të jetë sa më mirë dhe të jetë sa më e përjetueshme, do të thonë kështu në kuptimin e edhe shpirtëror po edhe fizik. Po e paraftyroj që pas nisjes dikush në mungesë të informacionit do të pyes pse I dërgoni paratë tona në Arabinë Saudite. Është se dërgohen paratë apo është lloj investimi, është lloj shërbimi që kryhet me ato të holla? Po kryerja e haxhit ne kemi, haxhi thamë është një obligim fetar, madje është një prej 5 shtyllave të Islamit, për shtyllave bazike të Islamit, vendi se ku kryhet haxhi është përcaktuar pa përmes Kuranit, Zoti Xhelshanu e ka vendosur që I ka bekuar të vendet, I ka bërë të shejta, pra Mekën dhe Medinën dhe gjithsesi është detyruar haxhi të kryhet në ato vende. Nuk ka të bëjë këtu kurrë as me Arabinë Saudite as me vende tjera, po pse është qelluar Mekka dhe Medina në Arabinë Saudite, është diçka tjetër, po ne I morëm si vende të shejta. Pra haxhi kryhet në vendet e shejta në Mekë dhe në Medinë, ato kanë rastisht të jenë domethënë në Arabinë Saudite. Për këtë arsye haxhi duhet të kryhet atje sepse është vendi I caktuar. Nuk mund të bësh haxh sepse haxhi edhe në kohë edhe në vende të caktuara duhet të jetë. Nësoj sikur që kanë ndoshta edhe fe tjera në një vend të caktuar. Po sigurisht, domethënë fe tjera mund të kenë, edhe feja islame këtë rast domthon ritualet e haxhit kryen në vende dhe në kohë të caktuar. Vendet domthon Mekka dhe Medina e ritualet ato që I parashë ka para po feja islame I ka rregulluar pra me normativa, me dispozita e shariatit islam, ligji islam. Zotër Fitrim Kashi, faleminderit që ishe pjesë e misionit. Ne urojmë udhëtim të pranuar, ibadete, adhurime të pranuara dhe të këndshme. Faleminderit që ishe pjesë e misionit. Faleminderit për ju, faleminderit për ftesën. Shpresojmë që haxhit tanë inshallah ta kryejmë pra haxhin, obligimin jetësor, udhëtimin e jetës në atë formë dhe mënyrë që është më së mirti dhe të kthehen në familjet e tyre me ndjenja, me përjetime, domethënë me kënaqësi të veçanta, ato të cilat sigurisht se haxhi do t'i vjel dhe do t'i marr atje në vend të shenjta në Mekë dhe në Medinë. Po pra dashur miq, dëgjuam kështu informacione që kanë të bëjnë me haxhin dhe gjithë ju që keni tashmë dëshirë dhe interes, qëndroni gati informacioneve për nëse dëshironi vërtet të bëheni pjesë, të bëheni haxhi, si quhet në popullin tonë. Urojmë të keni kaluar çaste të këndshme dhe këtë të premte në Z Podcast. Ne me kaq ju përshëndesim deri në takimin e radhës. Mirëmbëjtje, natën e mirë. Selam aleikum.